Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së ligjëreshës. Do bëjmë siç ju premtova një mesazh për ju, por do bëj më shpesh, gati pothuajse çdo ditë, por keni kujdes. Kjo nuk do të thotë vetëm për një ditë. Mund të këto mesazhe vlejnë për një kohë të gjatë. Nga që do lexohet çdo ditë, mos harroni ti rishikoni apo ti mbani mend, nga që kanë rëndësi, janë mesazhe që mund t'ju ndihmojnë në rrugtimin e juaj. Dhe mesazhi juaj të dashur Virgjëresh është 8 të monedhës, absolutisht Virgjëresha dhe monedhat, punë e përditshme, punë pak e lodhshme, një përkushtim, mësime të mëdha, jeni duke ndërtuar diçka të qëndrueshme. Mund ndoshta të mos shikoni rezultate tani. Perfekcionizmi i një aftësi ose ndjekja një rrugë që kërkon durim është kjo që jeni duke bërë këtë. Mund mos shikoni tash suksesin apo fitimet tani, por mbani mend, kjo do të sjellë frytet e veta. Absolutisht, vazhdoni në këtë mënyrë, mos ndryshoni as edhe një gjë.